Mi mbrëma të ndëruar shikues e ju adhurues të basketbollit, jemi me super duelin ndërmjet vllaznimit dhe Ravecit 0-29, ndeshje e cila do të përcakton shumë për këtë edicion për fatin e këtyre dy skuadrave të cilat aktualisht i ndajnë pozitat 7 dhe 8 me pikë të barabarta, që të dyja nga 33 pikë dhe fitoria e njërës nga këto skuadrat do të thotë që do të shkëputen nga ajo pozita e fundit në renditjen tabelare. Vllaznimi në peshën e parë starton me Gordon Wilson, Helms, Zekicin e Dasylën, në anën tjetër Raveci 0-29 starton me Pullian, me Kormik, Rugova, Granberrin dhe Regjani, Artangashi dhe Besim Vitaku janë ata të cilët do të e drejtojnë këtë përballje. Shihni presionin e Bardregjës me njëherë qysh në topin e parë. Më mirë këtë Helms arrin të lirohet Gjuan dhe realizon. Mbrojtje e mirë ndaj tij, nuk ka hapësirë dhe njerë kthehet topin në duart e rënd Dasylës. Mesin e lojtarëve të Ravecit, Jerry Cole Helms. E nga këto dy sulme të para jep sinjal që është në elementin e tij. Ka dhe Andrew Gordon. Edhe njerë tek Dasyla, e gjenë debërtimin, realizon. Motivuar. Bukur ai top shkon tek Pesnik Rugova, plotësisht i haruar në kosh. Tupin. Sare Jupi Gjuan për 3 pikë, realizon. Sare Jupi. Koj Jacob Helms nuk arriti të lirohet. Teksa topi shkon tek Andrew Gordon. Në mesin e McLeod dhe Rugovës nuk ka. Edhe njerë shohim tupin e humbur të skuadrës së vllaznimit dhe pikët e Kentrell Pullian. Todd Gjuan edhe për treshe, është i sakt Tarin Todd. Më e thellë ishte prej plus 12 tashmë me pikët e Tarin Todd. 5 pikë të ti, rikthehet avantazhi dyshifruar, reagon me njerë trajneri. Adonis Thomas e kthen tek Bardregja, do Gjuan për treshe, realizon Bardregja. Pullian me Cloud. Bardregja, lëvizje e bukur mashtruese e ti edhe njëherë që merr përgjegjësi, ndërsa vjen debërtimi i Kentrell Pullian. Jacob Helms. Vjen ndërtimi për treshe. Pedra Qëllon. John McCormick. Gjen debërtimin, realizon. Topin Kentrell Pullian. Bardregja, Gjuan për 3 pikë edhe njëherë. Kapiteni. Bardregja, McCormick, Gjuan, Javon McCormick. Qëllon për 3 pepërsin prej 2 pikëve tashmë. Skuadrës Ravecit, Pesnik Rugova. Adonis Thomas, sekundat e fundit të aksionit realizon Adonis Thomas. Ziggy Reed. Gjuan, Ziggy Reed realizon nga një pozit mjaft e vështirë. Pullian. Do të tenton për treshe Kentrell Pullian. E merr përgjegjësinë. Gjuan për 3 pikë, realizon dërsa sonte e Ravecit. Andrew Gordon në anën tjetër. Qëllon, McLeod lufton, e kthen ato tek Adonis Thomas, edhe ai do të Gjuan për 3 pikë edhe një tjetër treshe. Arati Ziggy Reed, Javon McCormick, arrin të lirohet dhe të realizon. Tarin Todd. Thomas, lirohet nga gjithë më distanca Gjuan dhe realizon. Thomas, McCormick do të tenton edhe nga ajo pozit, edhe një tjetër treshe. Syla e humb topin, do të kemi kundër sulmin dhe realizon. Niset Helms, as këtë nuk arrin të realizon. Ziggy Reed është sonte duke mbajtur në sulm. Bardregja shkon edhe kjo treshe. Jacob Helms
Ati Koshi, kapiteni, për 3 pikë, e realizon. I vendoste në pozitën e fundit në renditjen tabelare. Bardrigja do të gjuan. Edhe kjo shkon. Dhe nëse dikush sot e ka lënë zemrën në fush, është ky lojtar. E pam doli, e mori trajneri i tij. Shini çfarë gjuajtje e Bardrigjës, një step back i tij. 66. Helms do të gjuan për 3, realizon Jerry Cole Helms. McCormick lirohet nga i top. Bullian dalet me faul nga Ati Koshi. Bulliani qëllon në tentimin e parë. Barazohet me pikë me Bardrigjën dhe Gjevon McCormick që të 3 nga 15 pikë. Nuk e qëllon të dytën. Jerry Cole Helms do të tenton gjuan për 3 pikë. Rahoveci 0-29 e mposht vllaznimin në Shaninushi. Ndeshja, beteja vendimtare e fundit të tabelës i takon vreshtarëve 63-67.